Para 3 ditësh në rënojat e ish stacionit hekurudhor të Vrakës në malësi të madhe rrezikoi jetën një fëmijë që po luante në këtë mjedis për shkak të shembjes së platformave prej betonit tashmë të degraduara. Prej më shumë se 20 vitesh kjo godinë është kthyer në gërma dhe për pasojë shumë e rrezikshme për jetën e banorëve. Shpeshherë ata që jetojnë në afërsi të saj kanë kërkuar shembjen e kontrolluar të godinës dhe pastrimin e rënojave, por as pushteti vendor dhe as drejtoria e hekurudhave deri sot nuk kanë treguar interes për këtë situatë, e cila po bëhet gjithnjë më rrezikshme. Por përveç rrezikut për jetën e njerëzve, kjo situatë përcjell një imazh shumë negativ për gjithë zonën, sidomos për turistët e huaj, pasi godina ndodhet fare pranë aksit kryesor rrugor Shkodër-Hanihotit, i vetmi që e lidh vendin ton përmes rrugës toksore me Europën. Megjithatë, godina avion të qëndrojnë mbi disa kolona që nga momenti në moment mund të shemben, e rrethuar nga shkure ku me rritjen e temperaturave nuk përjashtojnë as rrezikun e zjarreve. Faktikisht aksi rrugor Shkodër-Hanihotit në të dy anët e tij ka jo pak vatra ndotje nga mbeturina që hidhen çdo ditë. Nga ana tjetër, dikush ka gjetur mënyrën më të lehtë për t'i hequr ato duke i djegur, siç ka ndodhur në këtë rast tek kthesa për në Boriç, ku filmuan edhe këto pamje të hënën paradite. Djegja mbeturinave është rreptësisht e ndaluar, por kur lihen jashtë kontrollit, atëherë nuk duhet çuditur edhe me raste të tilla.